Ne po habitemi, në cilin vend jeton kjo ministre? Delina Ibrahimaj, ministre e ekonomisë, deklaron se është habitur nga shifra që 55% e shqiptarëve nuk mbyllin dot muajin. E habitur? Kushdo që del nga shtëpia, që shkon në treg, që paguan dritat, që sheh çmimin e bukës, e di realitetin më mirë se çdo tabel statistikash. Në çdo lagje, në çdo qytet, njerëzit llogarisin çdo qindark. Në Shqipëri sot, shumica nuk mbyllin dot muajin, disa nuk mbushin dot javën. Por, sipas ministres, pagat janë rritur më shpejt se çmimet. Një fjali që mund të tingëlloj bukur në konferenca, por jo në frigoriferin bosh të qytetarëve. Kushdo që jeton në këtë vend e di, rrogat janë të vogla, çmimet të larta, qirat të papërballueshme dhe jeta është bërë garë për mbijetesë. A e di ministrja se çfarë do të thotë të numërosh ditët derisa të vi paga? A e di se çfarë do të thotë të zgjedhësh midis bukës dhe ilaçeve? Nëse më shumë se gjysma e vendit nuk e mbyll dot muajin, atëherë nuk kemi të bëjmë me rritje ekonomike, por me dështim politik. Një vend nuk ecën përpara me propagandë, por me ndjeshmëri ndaj realitetit. Sepse shifrat mund të gënjejnë, por uria nuk gënjen kurrë. BF Media, sepse propaganda ushqehet me fjalë, por njerëzit me bukë.